Nëse një besimtar të jap një fletë barë i thush, shkruaj 5 rreziqe që ti ke frikë me tyne, apo. Sa e nga ato të surës Falak? E sa e në tjera? Ne shpesh për shembull i duhemi rreziqeve ose ruhemi nga rreziqet që janë shumë më pak të dëmshme, më pak të rrezikshme sa ato të surës Falak. Mirë, pa ato e kemi në agjendën e prioriteteve që trujmë për ty në pëtën. Për shambull, sa njerëz ruhen nga rreziqet e caktuara që kanosin shëndetin. Për shambull, nga rreziqet e caktuara që kanosin pasurinë. E shumë tjera. Krejtë në regull, këto rreziqe duhet t'jemi të kujdesshëm, të mbrojmë, t'jemi të vetëdijshëm. Mirë po, a je i vetëdijshëm për rreziqet që flet për të surë Al-Falak? Sa të rrezikojnë këto rreziqe? Sa njesh i pasigurt dhe sa ke frikë se mund të prekësh nga këto sherre, nga këto këqija që Allah flet në surën Al-Falak. Prandaj leximi i surës Falak fillimisht në vetëdijson e para dhe e riorganizon agjendën e të këqijave që neve na rrezikojnë. Nga rani 10-15 që mund të jenë të renditura këto rreziqe, kalojnë në radhën e parë, 2, 3, 4 kështu me radhë. Ndaj, duhet të vetëdijsohemi çka realisht në rrezikon dhe ku në rrezikon dhe sa në rrezikon. Këtë përgjigje na jep surja Al-Falak.